Pesha e tij bosh është diku te 22.5 ton dhe forca e tij maksimale tërheqëse është 48 ton. Është i pajisur me 2 motor shumë të fuqishëm nga 15.500 kuaj fuqi secili prej tyre. Dhe karakteristika tjetër e veçantë është që mund të fluturojë në lartësi shumë të mëdha, nga 20.000 deri në 25.000 metra në lartësi. Ka një rreze relativisht të ulët operative. Kjo është për shkak se për të arritur shpejtësi të mëdha, djeg shumë shpejt karburantin. Kështu që udhton deri në 1400-1500 kilometra në varësi edhe të karburantit që shtesë që ka. Është i pajisur me radar kryesor standard PSEA për long range dhe është i aftë që të skanojë në të njëjtën kohë disa objektiva. Ka për mbrojtjen e tij 4 pika fiksuese hard points, pra që thuhen kryesisht, të cilat janë të pajisura me raketat R-33, 37, 77, Ayer kryesisht, dhe që kanë një rreze efektive midis 100 km deri në 200 km në kushte optimale të raketave më të avancuar të tyre. Por nuk janë këto raketa ato që e bëjnë karakteristikë të veçantë këtë avion. Është aftësia e tij, pra modifikimi që është bërë këtij avioni për të mbartur dhe për të lëshuar predhen Kinjal. Hipersonike të cilat vendosen në këtë moment në këtë pozicion. Të cilat vendosen poshtë në barkun pak a shumë të avionit. Pra, kjo është një raket hipersonike për cilën do të flasim edhe pas pak. Dhe që shërben si deterrent strategjik për Rusinë. Është një predh e shpejt dhe që mundet të mbartë edhe kapacitet të ulët me yield të ulët bërthamor. Ka një avioni në vetvete ka aftësinë pra që përmes data linkut që të lidhet edhe me sisteme të tjera ndërvepruese dhe për shkak të aftësisë të multi-target engagement, pra të angazhimit të shumë objektiva në të njëjtën kohë, lejon që të projektoj forcë në një distancë relativisht të konsiderueshme edhe jashtë vendit. Ka një mbulim hapësinor të gjerë dhe është shumë efikas, siç e thamë, në detektimin dhe neutralizimin e platformave, sidomos në lartësi të mëdha. Dhe për më tepër, siç ashtu folëm, tani kemi raketën Kinjal. Është një nga raketat më sofistikuara ruse faktikisht, siç edhe ti ka dhe një mbushje konvencionale dhe bërthamore, deri në 5 kiloton, në mos gaboj, ishte fuqia aktuale në mbushjen bërthamore, megjithatë më shumë ka një detyrë me një mbushje konvencionale për të goditjen e objektiveve strategjik dhe atyre të rëndësishme veçantë të Ukrainës. Fillimisht me të vërtetë në Ukrainë nuk përdor, por pak nga pak e humbi fuqinë e saj, edhe pse sipas Rusisë kishte një shpejtësi e 10 deri në 12 Mach, sipas Ukrainës dhe sipas sistemeve Patriot, të cilët kanë arritur faktikisht ta interceptojnë në disa raste, shpejtësia shkonte deri në 3.8, 3-4 Mach diçka e tillë. Pra, raketa është një raketë e cila lëshohet nga ajri në radh parë, dhe është ndërtuar specifikisht në kombinim me MiG-un të bëjnë, le të themi, një super çiftim në shpejtësi, në projektimin e forcës me shpejtësi. Pra, duke qenë se është hipersonike në vetvete dhe me një shpejtësi shumë të lartë kjo raketë dhe MiG-u në të njëjtën kohë kemi avionin më të shpejt në botë, mund të zhvendos fuqinë luftarake direkt në objektive strategjike të kundërshtarit. Është projektuar si raketë për herë të parë, ka filluar projektimi dhe prodhimi pas vitit 2017 dhe vazhdon në ditët e sotme. Ka një gjatësi diku tek 7.2 deri në 8 metra dhe me një diametër 90 cm deri në 1 metër. Pra, është relativisht e madhe. Prandaj dhe kur montohet tek MiG-31-shi, pjesa alternative e raketave në fakt spostohen në mënyrë që t'i bëjnë vend kësaj rakete. Ka një masë diku tek 4.000 deri në 4.600 kg, pra shumë e rëndë, dhe shpejtësia e saj varion. Pra, është regjistruar që nga 4 Mach, pra 4 Mach ose Mach plus, dhe deri në 10 Mach sipas rusëve. Nëse do të kishte këtë shpejtësi vërtet Mach 10, kjo do të nënkuptonte diku tek 3.4-3.5 km në sekondë, është një shpejtësi shumë e madhe.
Rreza operative e saj është diku midis 500 deri në 2000 kilometra, pra relativisht e largët, dhe sigurisht nuk është se mbahet për një sasi të madhe të municionit që ajo mbart, por është më shumë aftësia për ta dërguar këtë municion në distanca të larta dhe me shpejtësi të madhe. 400 deri në 600 kg municion të eksplozivit lart dhe sigurisht mund të montohet me testata bërthamore 5 kiloton. Për analogji, në Hiroshima dhe në Nagasaki, bombat kanë qenë përkatësisht diku te 15 dhe 20 kiloton. Hiroshima 15-20 Nagasaki. Ka një probabilitet të gabimit rrethor që quhet relativisht të